Përshëndetje të gjithëve, sot dua të ndaj me ju një rast jo të këndshëm që më ndodhi në Vlorë. Unë irritohem shumë me njerëzit që nuk i hedhin plerat në koshin e plerave, por qofshin ato plera domethënë të vogla, qese që ata hanë gjatë rrugës apo qeset e shtëpisë, edhe kjo ndodh. I lënë cep, i hedhin në kudo që munde, vetëm në kosh nuk i hedhin dhe kjo është mungesë edukate. Nuk e kanë edukatën e të mbajturit pastër ambientin dhe mua më vjen realisht shumë keq sepse këtë veprim e bëjnë të vegjël dhe të mëdhenj. Fëmia e merr edukatën nga prindi. Ju lutemi flisni fëmijëve sa më shumë ta marrin edukatën e pastërtisë. Siç qëndron shtëpia e pastër, duhet të qëndrojë dhe rruga e pastër. Nejse, sot më ka ndodhur me një çift italian, nisur nga targa, po plus të nga pamja nuk mu duken si shqiptar. Kjo zonja del nga makina dhe pastron makinën, hedh ato plerat, qese plastike, kanaçe, çka kishte pirë në makinë dhe i hedh në shesh. Jashtë makine, pra i hedh në rrugë. Unë isha duke shkuar për të hedhur plerat e mia dhe po mundohesha ta kuptoja që thjesht po ithe në rrugë dhe do t'i mblidhte, pastaj do t'i ithe në kosh apo do t'i linte aty. Dhe vëre në kthim që plerat u lan aty, ajo u fut në makinë për të ikur. Nxitoj për ta ndaluar, sepse realisht më mërziti shumë. Pse duhet ta bëj atë veprim? Dhe e ndaloj, arrit ta ndaloj dhe i them zonjë të lutem, merri plerat dhe hidhi në kosh dhe i tregoj koshin që ishte fare ngjitur me makinën e saj. Më shikon e habitur që e ndalova, ndoshta donte të më kundërshtonte, nuk e di, por më tha më fal dhe i mori ato plerat, i hodhi në kosh. Tani, unë nuk mendoj që ajo e bën këtë veprim në shtetin e saj, jam e bindur që nuk e bën. Po pse duhet ta bëjnë në një vend tjetër? Niset ndoshta nga fakti që shikon plera në rrugë dhe mendojnë që është okay? Nuk e kuptoj dot. Por shpresoj shumë që mos të has më raste të tilla se realisht më mërziti shumë.